fol pak tamam si është çfarë është kjo organizat, po kjo organizat është apo është institucion, qeverie, çfarë është tamam Këshilli i Diasporës? Nuk është as organizat, as institucion, është një lloj organ ose këshill, mund ta lëm deri në atë. Është një organ që lindi në kohën kur ekzistonte Ministria e Diasporës në Shqipëri. Si nevojë për të pasur një komunikim më të afërt me diasporën, me shqiptarët që janë larg vendit am, si një mënyrë për të sjell nevojat, dëshirat, projektet që vijnë nga jashtë, natyrisht aty ku shqiptarët janë më shumë të përqendruar, dhe për ta sjellë të pranë qeverisë. Tani një nga çështjet kryesore që është diskutuar që me si thua 4 vjeçarin e parë, me antarët që ishin në grupin e parë, është çështja e votës për diasporën. Dhe natyrisht edhe kjo si shumë të tjera është ose ky është një proces. Nuk është se është arritur brenda ditës, nuk është se është, domethënë jepen mendimet si do zhvillohet, si do bëhet, argumentimi për nevojën e saj që natyrisht asnjëherë nuk është, si të thuash, nuk është kundërshtuar si nevojë për atë, dhe më në fund u arrit. Kjo ka qenë një nga çështjet që ka marrë, si të thuash, një kohë të konsiderueshme të punës, por u realizua me këtë të dytin. Do të ndërpres faktor, sepse kjo ka qenë për mendimin tim një hap shumë i mirë që ndodhi diasporën shqiptare, edhe shqyqyr që ndodhi mbas shumë vitesh, ka qenë një kërkesë goxha në komunitet, por mendoj që mënyra se si u menaxhua si proces nuk u bë ashtu siç duhet. Të paktën po të marrësh shifrat që njerëzit që regjistruan në diasporë, të paktën në Amerikë, ka qenë shumë i pakët, po them 24.000 duke ka qenë shifra që njerëzit që regjistruan në diasporë.